Vllaznia ka vijuar me përgatitjet e zakonshme gjatë kësaj jave, ku shkodranët po bëhen gati për ndeshjen e radhës. Në kuadër të javës së 34 të superiores, ajo do presë Dinamon në Shkodër. Kjo sfidë do të zhvillohet ditën e shtunë në orën 15:30 dhe mund të vendosë shumë për fatet e kuqebluve për sa i përket renditjes në dy vendet e para të klasifikimit. Ajo që kënaq aktualisht në skuadrën kuqeblu është kompletimi i grupit. Edhe Milos Stojanovic që mungoi në ndeshjen e fundit ndaj Bylis është bashkuar me grupin tjetër të futbollistëve. Ai pritet të jetë titullar në duelin e radhës ndaj Dinamos. Një fakt që patjetër kënaq trajnerin Brdarić, të cilit i duhet të bëjë pa titularin tjetër të qendrës së mbrojtjes përballë bluve. Kjo pasi e sigurt është mungesa e Bajramit, i cili u ndëshkua me karton të kuq kundër Bylis. Dhe në këtë mënyrë nuk do jetë i gatshëm për 9 herë kampionët e vendit në duelin e kësaj fundjave. Për sa i përket pjesës tjetër të futbollistëve kuqeblu, nuk duket se do ketë mungesa përballë Dinamos. Përjashtim bën portieri Çari, që mund të kthehet me skuadrën vetëm në ndeshjet e Final Four.